Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe klikoni zilen për video tona të reja. Përkeqësohet moti, sinoptikania zbulon çfarë do të ndodhë këtë javë. Mëngjesi kësaj të hëne ka nisur me reshe shiu dhe kështu do të vijojë përgjatë gjithë javës. Meteorologja Tanja Porja ka treguar se moti i keq me reshe shiu dhe dëbore do të vijojë përgjatë gjithë javës së fundit të marsit dhe fillim të prillit. Shi gjatë ditës së sotme dhe gjatë javës rikthen reshet e dëborës. Sot deri të mërkurën reshet shfaqen në majat e maleve e më pas të mërkurës dukshëm dhe në zonat malore. Sipas meteorologës, në mesditë ulen temperaturat, ndërsa rebeshet do të përfshin verilindjen dhe juglindjen e vendit. Ulje të temperaturave 5 deri në 21 gradë Celsius. Rebesha fatoshkurtra në zonat veriore. Në pjesën e dytë të ditës, rebeshët do të vijojnë në verilindje dhe juglindje, ka thënë meteorologja Porja. Mëtej ka njoftuar se ditët e fundit të marsit do të mbyllen me motë dimri, rebeshe dhe disa centimetra dëbor, e po kështu do të nisë edhe muaji prill. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.